djali kërcen, këndon. Në serinë e javës së shkuar, ju ndoqët përpjekjen e Andreas dhe Benit për të ndihmuar blerimin. Djaloshi talentuar duhet të përballet me një provë dhe mësues më i mirë se Beni në këto raste nuk ka. Ndërkohë që Miri është në përpjekje të një pune. Ndjenja që ka ai për fjollën tashmë e detyron edhe më shumë. Ndërkohë që Danielit ndonse duket sikur si pëlqen kjo lidhje, prap bën të pamundurën ta ndihmojë atë. Vetëm se miqësi me Livian e ka të pamundur ta kthejë si më parë. Ti si të lë babi me gjithë ato punëzyre që ke ti. Shiko kur flet. Pasi Marko dhe Enea i ndryshojnë ngjyrën e bojës komshiut Grindavec, as që u shkon mendja se aleanca që do të bëjë ai me Dean dhe Gentin do të ndryshojë planet e tyre. E gjithë bara i bie Benit as gjithë të situatë. Cilat janë këshillat që u jep ai dy djemve? Në ndihni pas pak në serinë e 6 të Dadoja e Pallatit ton. Duhet i kërkoni falje. Motor. Ka motor. Më duhet një punë pa tjetër. Kështu them dhe unë. Nga profesioni kuzhinjerit hoqja dorë. Nuk vlej. Po pse? Një katastrofë. Një vezë nuk s'kuq dot. Jo më të mbaj një kuzhinë. Ai Beni ka fajn, ai të mbëson si tembel. Duhet të mbash përgjegjësi për veten, je rritur tani. Mjaft shpresove nga babai. E të mendoj që do më duhet edhe të krijoj familje. Ti gjenu se një herë, pastaj mendo për familjen. Po sigur ta kem gjetur? Vërtet, dhe unë dhe Dea nuk di kemi gjë? Pushoni, asnjë fjalë. Miri, e di se çfarë po bisedoni? Të duhet një punë patjetër, se nuk do punoj motra ime për ty. Motra jote? Të paktën me i punë, rregullon dhe politikat me babin, se e diti si mendon ai për ty dhe Benin. Sa qef, Jola do martohet me Mirin. Kur do bie nga pesha e të gjej një punë, se kështu ta harroj. Ko të bën kështu ti, se zemër shumë të mirë e ka. Bon na bëre si doktoreshtimi. Po buri vogël, ashtu pa bëj. Mjaft u grimnë për mua. E dini çfarë? Hajde të shkojmë për ndonjë akullore. Ne akullore, ti uj.
Besa, më ftoj për pushime me të dhe hallën e saj. Shumë mirë. Ashtu mendova dhe unë. Më duhen ca pushime të tjera se po afron shkolla. Çudi si të lë babi me gjithë ato punëzyre që keti. Shiko kush flet. E di që pëllumbët jetojnë në gjithë vendet e botës janë 550 lloje. Sa ujë që pinë, kjo ndodh sepse janë drithra. Sa të shpejt që janë. E diti që babi mua më ka thënë se një pëllumb i egër mund të fluturojë me shpejtësi 100 km/h? Jo, e parë qepet duke sikur puthën. Me sa di unë, një pëllumb besnik mund të rri me partnerin e tij gjatë gjithë jetës. Ja u dhe ushimin, hajde ikim tani. Ti beson vërtet se kjo është pika e tyre dobët? Po ma lërë mua në dorë, Genti ti i këveruaj. I Genti atje, Genti, bravo. Teja. Shiko më si ma bën kohë. Është e mund. E ti me pëllumbat. Si ti marrë plumbat? Po mirë. Mirë unë marrë plumbat. Ti çfarë fiton nga kjo histori? Kur të shikoj fitorat e tyre dhe më bëjt zemra mal. Ti ke i natë. Po unë. Qa duhet të them unë? Shiko si ma bën kohë. Ma dogjë. 50 vjeç burr, më bën tu. Ma bën gazi botës, o dea. S'ke faj, edhe gati palatit të qeshni me ty. Vërtete? Po pse du të tallu me ty? Hajtë tu a marrën atë. Hop, hop. Dea. Dea. Vez plumi dea. Jo, të da vem prap. O dea, Marko takohet të shoqin e klasës Stelën. I ke blerë librat? Po si jo më për një javë fillo shkolla. Po ti pse më duke kështu si mërzitur? Na kanë vjedhur pëllumbat. Ua! Jo pak. Hajde këtu, ti hajde këtu. Hajde këtu. Ndi do një gjë ti? Çfarë? E di që edhe ti edhe Dea keni gisht në këto punë.
Ua, po lejo, Markos është i vogël. Nuk e di, as qenin nuk e kam dëgjuar të lej. Ma me ndohu një herë. Djema, flasim hapur. Kështu si kemi vepruar ju, po si bëhet koka tjetrit ashtu? Po pra se i duket vetja më të zgjuar këtyre. Duhet i kërkoni falje. Ta haroj që do t'i kërkojmë të falur. E përse qari për plumët atere? Kur ju vinë me mbijuve, plumët do t'jenë miqësuar me të, dhe atere do t'jetë vonë. Mësoni të kërkoni falje kur e keni gabim. Ha pra trima. Në qoftë se doni të kërkoni falje, bëheni në mënyrë të sinqertë. Në të kundërtën, mos e lodhni kot. Falje. Falësh do të thotë të jesh elastik dhe dinamik. Të falësh do të thotë të jesh njeri. Do të thotë të kesh shpirt të madh. Do të thotë të kesh mendje të drejtur. Do të thotë të dish të respektosh atë mendje të bukur që ke. Të falësh do të thotë të mos jesh drastik, por të ulesh me mendje të ftohtë dhe të gjykosh thellë. Të falësh është mençuri, por mbi të gjitha dëshmon që je njeri, që dallon nga të tjerët. Gjatë do të thotë të dish të falësh. Erdhëm të kërkojmë të falur. Ne dojnë të bëni një shaka. Nuk e përsërisim më. Të lutem, na jep pëllumba. Të lutem. Urdhro? Na fal. Si? Na fal. Më fort, nuk dëgjova, pak më fort. Na fal. Të fal. Po koka ime, na fal. Kokë trendi. Tani na falni ju, kemi pak punë. Dea, Genti, miru pafshim. Me pafshim. Besoj se i falë, O, ka shpetu dërzove? Eja, Genti. Thash mos e beso, po nuk më dëgjove. Eco, ecti. O, Dea, Dea, o, Dea. Iko, se nuk dole gjë. Vit. Do ta gjej një punë pa tjetër. Mos mërzit. Jam shumë i pafat. Ku e ke fjallën? Babi Violës më urren. Danieli më bën presion. Babi do më shumë fëmijët e botës se mua. Ti Viola do ikësh. Po, unë do vi prap. Derisa të kthehesh ti do e gjej një punë. Unë po ikif se po më pret babu. Edhe unë po iki.
Po. Alo. A marë burë. A burë se na vdikja burë. Kaloja të drejt kamionit, na grive, na nëzive. Qa bo, po si jemi nga fshati. Edhe kafe ke me morë, burë, më zë botë shumë. Na të shmene, burë, na lyte menqë. O ba, Kur do? ti do t'i sillesh mirë-mirit, apo jo? Kur do? Ti do t'i sillesh mirë-mirit, apo jo? Mirit. Kujtë mirë? Ate, mirin e Xhaxhibenit. Mirë e Xhaxhibenit? Po, Po më falë, po. Qa lidhje ka mirë i Xhaxhibenit me kamionat atje në dogan? Të lutem me leratë. Lutem shumë. o ba, ti e premtove një punë ati. Ku ti premtova? Mirë Pallugje si premtova? Vjola. Jem pedi? Kam kohën merë me këtë mirin? Ka që rëndësishme është këtë? Po si njave pak babajt një Vjola. Fjale urtë popullore thot bëm o babat të njaj. Ti shkon dhe meresh me Mirë Pallugjen. Me mirin do merë në më dojtë. Po aja premtove ti. Ore, unë ja premtova, po puna nuk është qësimit e qëtë në fura. Merëm unë me Mirë Pallugjen. Falë. Po ti, pse po interesohesh kaq shumë për atë mirin ti, e? Unë? Unë s'interesojmë, ja. Më vjen keq për Xhaxhibenin. O, të vika keq për Xhaxhibenin, ha? Mirë. Më prit nga 2 minuta të lutem. Sa të mbaroj pak punë? Do me thënë, i keni shpallur luftë atyre dyve. Ti me kë jemi, ne apo nata? E para, unë nuk jam për gjendje lufte. E dyta, unë jam me dyja palët. Nuk kam me të dy, me ne o me ata. Po, tani e do përgjigjen. Tani se po belistën. Sigur të më lësh pak kohë. Mirë? Okej. Ky ka frikë. E jam atë trup që ka, ai nuk ka njëri frikë, po do t'jeti mirë me dyja palët. Hajde luajmë. Si mund t'i shpallësh luftë të vllajt? Çudi, unë nuk mund të rri as një minutë pa ty. As unë. Kur ti mërzitesh, edhe unë trishtohem. Nëse ti se muresh, edhe unë se murem gjithashtu. Syet topi. Si nga të më tuaj? Po ti qa do, i ga ne. Për largo. I ga ne, mos marrë me shkelma. Ashtu, ha? Jo, nea. E lem për herë tjetër, për jo se te kam frikën, po zua të rasit motrës. Provoj një mos të ndryqe qepin. Ike me nea. Për ti do zi ishe për mua? Po ti e më të rejme të dua më shumë se gjithë shka. Deja, që ndje pa që e tani. Lera o gjeni, kemi fuq fare. Pasi Marko dhe Enea i ndryshojnë ngjyrën e bojës komshiut, ai bën aleancë me Dean. Kjo e fundit i është kundërvën grupit të tyre, pasi ata nuk e përfshin atë në aktivitetet e tyre. Ajo u gjen atyre pikën e dobët, që janë pëllumbat, dhe vendos t'ua marrë djemve ata. Dea. Dea, mes plumi Dea. Marko dhe Enea kërkojnë ndihmën e Benit, i cili u thot
se të kërkuarit falje është gjëja më e mirë për t'i marrë shpendët mrapsht. Bëheni në mënyrë sinqertë. Në të kundërtën, mos e lodhni kot. Për Benit i bie edhe një detyrë tjetër, të pajtojë vëllain me të motrën. Ai ja del mban. Ndërkohë, Viola po bëhet gati të largohet sërish. Ajo do të rifilloj shkollën. Shqetësimi i saj vetëm është miri, nëse ai do të gjejë ajo një punë, dhe për këtë kërkon ndihmën e tatit, i cili nuk di asgjë për lidhjen e tyre. Ç'a lidhje ka Miri Xhaxhi Benit me kamionat atje në dogan, të lutem me leratë. Besa me të hallën ka shkuar në Korçë. Historia e këtij qyteti vjen nëpërmjet gojës së aktorit Sotiraq Bratko. Jep një bukurit madhe nga dritat e shumta që kanë vënë janë nën ujë. A e pe abësën? Ndërkohë që Beni dhe fëmijët vendosin të pastrojnë rreth e rrotull pallatit. A u vinë atyre në ndihmë banorët e tjerë? Na ndiqni në serinë e ardhshme të Dadoja e pallatit tonë. Po pra, dhe thuaj sa mamit tënë që mos t'i hedhi pleat nga dritarja. Dhe kur del ti, shko hidhi pleat për jashtë. Qa ke Miri, më duke shumë mërzitur? Jam Beni, s'jam Miri. Çfarë ke Miri, më duke shumë mërzitur? Jam Beni, nuk jam Miri. Çfarë ke Miri? Ja, qesi, haba, Më të mënda. Mirë bëri që iku, do grindat me gjithë botës, sikur e kemi ne fajnë. Do të grindet. Mirë bëri që iku, sikur... Do që... Mirë bëri që iku, sikur do të grindet me gjithë botën. O jo, moj Livia. Mirë bëri që iku, do të grindet me gjithë botën, sikur e kemi ne fajnë. Livia, ndonjëherë s'të kuptoj fare. E dita njën, mjaft të grinda me ty. Tani po i... Mirë bëri që iku, do grindet me gjithë botën, sikur e kemi ne fajnë. Livia, ndonjëherë s'të kuptoj fare. Dite, unë po ike.